Faleminderit, zotërin kryetar, kolegë deputet, edhe grupi LDK-s e ka shqyrtuar këtë projekt ligj, që ka të bëjë për themelimin e Agjencisë Kosovare për krahasim dhe verifikim të pronës. Edhe në arsyetimin që e paraqiti në emën të Komisionit për Legjislacion, është e bazuar në atë që neve kem shqyrtuar edhe në legjislaturën e kaluar sa i përket themelimit të kësaj agjencie kosovare për krahasim dhe verifikim të pronës, dhe që ka të bëjë me librat kadastral, por edhe me marrëveshje teknike që është arritur nga qeveria e Kosovës në raport me Serbinë. Ky projekt ligj tash ka kaluar dhe ka historinë e vet ta quaj, edhe pse kuvendi e ka rikthyer një herë për shqyrtim, duke u thirrur në atë që është në kundërshtim me kushtetutën dhe me përfundimin e pavarësisë së mbikëqyrë. Grupi parlamentar i LDK-s në shqyrtimin e saj ka vendosur ta përkrah për shkak se janë plotësuar dhe janë eliminuar ato dyshimet tona duke u mbështetur në marrëveshjen ndërkombëtare të quaj që është ratifikuar në Kuvendin e Kosovës, që ka të bëjë me misionin e BE-s në Kosovë dhe letërshkëmbimin e presidentes me ish baroneshën Ashton. Duke marrë parasysh që Kosova ka nevojë që të ketë një agjenci kosovare të tillë për krahasim dhe verifikim të pronës, dhe çështjet e ndërlikuara që kanë ndodhur me pronat, qofshin ato shoqërore dhe qofshin ato private në Kosovën e pasluftës, ne japim përkrahjen në parim. Faleminderit shumë. Faleminderit, zoti Topa.